Inderum, normal unë s'kisha thonë asë inderum, se nuk e di që ke bona i sem për me thonë inderum, për nejse. Nuk ka anomali në import të energjisë elektrike, i kam të dhënat këtu. Më lejo ta përfundoj. Mas pari sa për zërej, po shihet që nuk i ke lexuar as raportet e zërejs në konsultimeve publike. Inderum, normal unë s'kisha thonë asë inderum, se nuk e di që ke bona i sem për me thonë inderum, për nejse, për respektaj debatin. Importi e ka shkaktu rritjen e energjisë elektrike, sidomos vitin e fundit. Mos u kap me Ukrainën se nuk qënë pesh se vezëreja tregon. Është bo rritja jo në çmim, po në sasi. Keni importu shumë. Sa për subvencionime. Keni subvencionu klima e rrit konsumin. Për që ata sot piku i verës ka orë paka shumë njëjtë me dimnit. Koha, Janin, Maje, Rarmen? E para, ne e dim basë shpenzimit e energjisë elektrike që bëhet. Nuk ka asë një evidencë që thekson që shpenzimi e energjisë elektrike për te rritjes normale që për cilë rritjen ekonomike ka qenë më i lartë se sa periudat paraprake. Kjo është e pavërtet. E dyta, çfarë do raporti që po i referosh, ai që është e rëndësishme të potencohet, që nuk ka anomali në import të energjisë elektrike, i kam të dhënat këtu. Ajo anomalia e vetme është për shkak të rritjes së çmimit në berza dhe për cilën për shkak se është privatizu Kesko dhe Keci. Ata janë importues të energjisë elektrike dhe ata e importojnë për nevojat e konsumatorëve të tjerë. Më lejo ta përfundoj. Jo, sekondat e tu i ke pas. Konsumi ka rënë vitin 2024, nuk e kimo, unë nuk thash që është rrit konsumi, është rrit piku i argjimit energjisë elektrike, shkaku i subvencionimeve edhe i paven. Ndryshe ku subvencionon styropor edhe e kurson energjinë elektrike, ndryshe ku subvencionon konsum. Sa për import, nuk mundet as Keci, as Kesko, as Kek me importu, as me eksportu, pa lejen e kostit. Kosti e kupton zërejana dhe sa për këto referencimet kalumën. Kosti e ka fitu pavarësinë elektrike në vitin 2020. Në fund vitit, kur keni ardhur dhe ju në qeveri, kur e keni marrë pavarësinë e kostit, e keni menagju si keni desh vetë, mbi 800 milion import.